Hey! Po qaj. Po mundohemi të shohim njëri tjetrin. Edhe tani ka vrarë këmbën. Vata bëhet akoma më keq. This is excitement. Mos fol! Qopos. Më thyri në sy. Është emergjencë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, sot kemi një vlog të ri. Sa u ktheva nga palestra. Desha të filmoj rutinën time në palestër sepse kam parë disa komente që më kërkoni t'ju tregoj çfarë ushtrime bëj në palestër për këmbët, për shembull për bithet, për krahët këtej andej. Edhe thash pse jo, t'ju tregoj rutinën time. Po problemi është që te palestra që shkoj unë është plot me njerëz, me burra, me goca, me të gjitha. Edhe ku shkoj atje, them do filmoj, nuk më intereson këtë andej, pastaj kam turp. Sepse njerë nuk jam në asnjë cep vet. Në çdo cep që shkoj, ka njerëz. Kështu që nuk mundem të filmoj edhe njerëz të tjerë që ndodhen atje, sepse nuk është bukur të filmojmë njerëz që nuk njohim edhe t'i postojmë në YouTube, e kuptoni? Kështu që nuk e di çfarë duhet të bëj mbase do shkoj ndonjë ditë nga ora 9 të mëngjesit. Edhe të mundohem të shoh, po atëre nuk do ketë shumë njerëz. Ta provoj, nuk e di, po desha shumë t'ju tregoj sot çfarë bëra, se ndjem që bëra gjithë ushtrimet që më kapën fiks te këmbët edhe te vithet. Janë ushtrimet e mia të preferuara dhe kombinova të gjitha bashkë sot, edhe nuk ndjej këmbët momentalisht. Po herën tjetër. Tani që u ktheva në shtëpi, dua të mbaroj me postimin e vlogut të javës, edhe pastaj do hy të bëj një banjë të shpejt trupin sepse jam dirësitur. Edhe po pres ndërkohë Janin, shokun tim, të vitë më marr me makinën sepse tani po kthehet nga puna. Edhe duhet shkoj një xhiro në një qendër tregtare. Sepse do i shpjegoj tani çdo gjë. Nuk jam te faza që dua të prish lek, por ku është problemi? Muajin tjetër do shkoj në një udhëtim në të cilin ndiem që kam nevojë për 2-3 gjëra kështu të vogla. Do shkoj të shoh po ka do një gjë të bukur të marr. Nuk do ju them akoma për udhëtimin, do shikoni muajin tjetër. U bëra gati super shpejt, edhe pastaj poria po prisja Janin, i cili më tha që do arri për 10 minuta dhe është vonuar diku te gjysmore. Kështu që un kot që vrapoja. Tani ka arritur, është poshtë, por s'ka gjë, do pres edhe ai pak, sepse un do ju bëj tani outfit check, t'ju tregoj çka kam veshur për sot, po më hapet çanta. Çanta Gucci. Këtë pallton që është i shkurtër edhe te videoja. Duket disi ndryshe ngjyra, po nuk është kaq kafe, është pak më errët nga afër, po s'ka gjë. Kam veshur edhe çizme me tak të ulët poshtë të zeza, edhe një bluzë të bardhë të thjeshtë nga brenda, kjo nga Intimissimi, që është kështu si e të dukshme, super e butë. Më ka volitur tepër shumë edhe po mendoj të shkoj të marr edhe të tjera, po do e mbaj veten. Do e mbaj akoma pak më vonë. Edhe nisemi. Με φίλους σου στον οδοντίατρο. Γιατί το οδοντίατρο στέλνει χαρά, χαμόγελο, πρέπει να είσαι με πολλά άτομα. Problemi është që kemi erdhur këtu edhe unë nuk isha menduar që do ketë akoma ulje edhe oferta, edhe kam erdhur që të marr 2-3 gjëra specifike, edhe po bëj blerje kot më kot. Shpresoj të mos harxoj super lek sot, se nuk kam filluar mirë fare. Morëm edhe të ham në fund, sepse unë vajta në palestër që parë. Tani nuk duhet t'i them vetes time bravo me një burger, që vajta duhet. E patjetër, mos merrni si shembull mua. Kur? Sa u ktheva në shtëpi, edhe isha te shkalla, desha të marr ashensorin edhe të vi lart. Edhe sa vajta të hy, sa e hapa derën e ashensorit, mbyllen dritat, edhe unë mendova që thjesht u mbyllën dritat e shkallës. Edhe thash prit ti ndez. Shkoj ndez, nuk hapet. Thash qa pati mos nuk funksionon kjo që po shtyp unë. Vajtat e tjetra nuk funksionon dhe thash ikën dritat. Edhe mirë që nuk hyra, nuk arrita të hy në ashensor. Iku korrenti. Iku korrenti. Edhe mirë që nuk arrita të hy në ashensor, se do kisha ngelur brenda. Jam me fat sot. Edhe tani kështu me flesh telefoni shohim njëri tjetrin, mami më thot hajde Eleana në sallon të shohim, se mirë që ikën dritat që të shohim një.
Ja, këtu me qeri, po mundohemi të shohim njëri tjetrin. Kalojmë bukur. Mami me babin po han tani burgerin që solla unë në shtëpi që nuk hëngra, edhe disa ashtu mishpule. Qa lele? Ja. Po ham të lëna të lëna, së ka puna. Ja, u bë puna. Gjellën sa Darka e fillova. juaj. Gjellën sa e fillova unë të bëjnë. Edhe nuk arrite. Kështu që... Kështu që më mirë mami, shpëtove. Dhe ti se me porosina i sollë. Dëgjoni tani situatën. Unë u ktheva në shtëpi siç i thash. Korrenti u kthe më në fund mbasi kisha kaluar një gjysmë ore. Edhe erdhën kushurinë. Irini që po fshihet, edhe Brunua që po ri atje dhe po shikon TikTok. Hey! Hej, tu po bëjt një rumuj i madh, sepse unë nesër, që thoni ju, kam pronontuar të shkoj një fundjavë me Davidin. Do shkojmë në mal, edhe një ditë nga të dyja do shkojmë për ski. Po mundem tani të gjej qa robat marr me vete, nuk mundem të vendos, nuk mundem të gjej outfite, disi jam lodhur, edhe më duket do përfundoj të çdo gjë që më del para, edhe thjesht ta mbush valizhen edhe të ik. Të kem 2-3 rroba të ndrohem. Plus duhet t'ju bëj për pak hol me rrobat që mora nga qendra tregtare që vajte çfarë. Por, para se të bëj holin, do ju tregoj këtë. Asu nuk e di ç'a është, por erdhi tani shoku i ngushtë i David, i cili punon këtu afër te shtëpia ime, e më tha që sa mbarova punën, je në shtëpi të kaloj të le dhuratën tënde. I thash jam. Edhe erdhi më la këtë qesen që është nga Sephora dhe të shohim bashk ç'a është. Brunua duket super entuziast. Shikoni entuziazmin e Brunës. Po, kjo do më shrumuj. Do e mbledh për pak, ju premtoj. Thjesht, tani e kuptoni ju gocat si bëjt dhoma kur ne bëjmë gjërat tona gati. Ciao, nuk duket asgjë, ciao, kuptove ti qa është? No. Se tash mos kuptove ti dhe nuk kuptova unë. Babushka ime. Babushka. Çokolata Black Opium. Është Black Opium. Yves Saint Laurent. Po, është parfum. Yes, my muskles. E dini qa, këtë i kisha par nga Yves Saint Laurent. Më duket që i kisha provuar, po nuk e mbaj mend fare, më duket më kishe pëlqyer. Po tani unë po e hapa, nuk mund të më të ndroj, po më duket do e hap, sepse për mua dhuratat nuk është bukur t'i ndroj. Domethënë po ishte një bluzë edhe nuk më bante, okej, ta ndroj, po dhuratat që të zgjedhin të tjerë për ty nuk është bukur t'i ndrosh. Apo jo, nuk e di, po e kam unë vetëm këtë mendimin. Bruno, ti e dakord me mua? Irini atje mbrapa. This is excitement. Kështu që e dini qa do e hap edhe do e mbaj erë, që t'ju them edhe ju si është. Tani u kujtova që Sephora më kishte dërguar një mesazh në të cilin më thoshte të gëzosh ditëlindjet edhe të shkoj te dyqani në një dyqan fizik që kanë që të marr dhuratën time që më pret. Nuk e di ç'a dhuratë jep Sephora për ata që kanë ditëlindje, por sot unë isha në qendër tregtare, mund të kisha vajtur të kisha marr. Nuk u kujtova, tani që pash qesën nga Sephora thash, po, do shkoj javën tjetër, nuk do e humpas. Nuk e di ç'a dhurat mund të jetë, mendoj diçka e vogël, po prap, falas, nuk është. Do shkoj ta marr. So pretty. Më pëlqen shumë paketimi që ka. Më pëlqen. Nuk mba lirë. E mirë nuk është. Irini, ja bëje prema të reagimit që bëre. Po, lidha mato. Black Opium. E au de parfum overrated. De parfum. De parfum. E mirë, tani nuk jam franceze. Tani aq sa di aq shdem. Do pesh. Ja, shikoni vet kush është. Prit. Ja, kjo është. Shumë e mirë është, ta provon. Unë po bëja gjërat e mia gati. Pastaj hyra bëra edhe një banjë. Edhe vjen mami më thot, ti do ikësh nesër, babi ka ditëlindje nesër. Thash, pse ma the tani këtë gjë? Unë e kisha haruar. Unë ndihesha mirë me veten time. Ti tani më bëre të ndjem super keq. Edhe prandaj mendova të shkoj t'i marr para se të ik, me që nesër nuk do jem këtu. Një tort babit, kështu që jam me Nadjen në makinë. Edhe vajtëm morëm një tort. Ora është 11:30, edhe në orën 12 do ja çoj lart. Babi
pritet, nuk e di, nuk e kuptoj. Por është shumë vonë që të filloj filozofit, më mbyllen syt. Korvizi stis njaci sofos, ke olina lenena ena sofos. Ere si shpoloja me Chelsat, më hyri në sy. Edhe tani më është fryrë edhe më është skuqur. Kam sjell valizhen edhe qeset e fundit i kam vendosur në makinë. Edhe po kontrollojmë që janë të gjitha në rregull tani, se nuk isha e sigurt po e kisha kyçur makinën. Edhe disi kështu unë po ju le për sot edhe shifemi nesër sa të nisemi. Mirëmëngjes, jemi nisur. Kemi bërë diku te 1 orë rrugë deri tani, po nuk ju kam folur sepse e shikoni situatën time, po fla akoma gjumë. Kemi marrë kafe tona, po mundohemi të zjohemi avash avash, edhe unë avash avash se devin këtë makinën, do me thënë, se po të flinte ky, do ishte një problem në përgjithësi, po jam me fat që nuk jam unë në timon, jemi të gjithë me fat. Edhe kemi diku te 2 orë akoma, vendosëm të shkojmë sot për ski, që është ditë e parë, kështu që do shkojmë direkt në mal, edhe unë duhet në rrugë, kur të jemi aty afër diku te 1 orë, të filloj të lyem. Do kem këtu pasyrën e makinës, do e rregulloj këtë gjë. Atje mbrapa kam edhe pellushin tim, se normale, dhe marr atë të bëj foto një herë unë, edhe pastaj të ndrojmë do vesh ato rrobat e skis, që nuk më parapëlqejnë, nuk më parashkojnë ato që kam. Do desha të marr, i keni parë ato nga Oysho, që janë si të tipit lart e poshtë, një e gjitha. Edhe janë fantastike, yll ato. Po bëjnë 150 euro, 200 euro, do me thënë, pse të prish lek kot. Se po të merresha realisht me ski, hajt mo, ja vlejnë lekët. Po tani që nuk di edhe shkoj bëj gjysmore, pastaj përtoj edhe ri, nuk ja vlejnë. Edhe po shkojmë në Karpenisin, kështu quhet qyteti që dorim këto 2 ditë. Nga emocionet që do bëj ski. Jemi këtu lart në lift, edhe po na çon te atje që do bëjmë ski. Do na çoj atje poshtë. Mundova, dhash shpirt, edhe tani është ora të shkoj të ulem, të pi një kafe, ndërkohë që Devi shkon të bëj ato pistat më të rënda, do me thënë që unë nuk mundem të shkoj asafer atje që do shkoj, por dori tani ta bëj një video ta shoh, si do jetë herë e parë që do zbres nga pista, edhe pastaj do shkoj të ulem të pi një kafe të ngrohtë, të ngrohen edhe pak duart edhe pak kokat, se jam thar nga ftohti. Po të paktën pamja këtu është fantastike, shikoni, e gjitha e bardhë, edhe ka edhe diell sot, kështu që të mbushet syri realisht. Më pëlqen shumë. Kam hequr edhe ato që bëj ski, edhe po rriteni. Duket e mora mësysh Devin, sepse po zbriste, edhe unë po bëja video, e shikoja, thoja, bravo Samir që po e bën, te janë dhe Samir që bën ski, edhe pastaj ra. Edhe tani ka vrarë këmbën, edhe i dhem këmbë akoma, kështu që kam frikë mos ka ndrydhur, themi, atë kockën e këmbës. Shpresoj jo, por e kemi hotelin diku te 13 minuta larg nga këtu që jemi. Kështu që po shkojmë te hoteli me shpresën që do shkojnë të gjitha mirë, të shohim edhe këmbën, të shkojmë edhe te dhoma jon të lëm rrobat, edhe pastaj me shumë mundësi të shkojmë diku të hamt, se kemi ngrënë vetëm mëngjes, ora ka vajtur 4, edhe unë jam super e uritur. Ndërkohë, që parë i thosha unë për kohën që ka diell edhe sa ditë e bukur e këtë janë ndej, shikoni tani ç'a ndodh. E shikoni që nuk shohim asgjë. Sa hym në dhomë, edhe thash t'ju tregoj pak shpejt e shpejt hotelin tonë për sot vetëm, se nesër ikim. Sa hyn brenda, shikon
Këtu është dhoma, bashkë me sallon. Këtu shikoni këmbët e David. Këtu është dritarja me tavolinë dhe me karrige jashtë, me pamje gjithë fshatin. Mirë. Televizor, disa dekorime që janë jo shumë të bukura, po okej, e kuptoj, fshat është, çfarë do kishin. Këtu kemi oxhakun, këtu kuzhinën ton, e cila është cute, e bukur, më duket shumë normale. Më pëlqen frigoriferi që e kanë vënë të kuq. Edhe këtu muri është i gjithë me gur. Ma kujton shumë fshat, domethënë. Ky stili këtu e disi më pëlqen. Kemi edhe këtu dritare, me sa po shoh, pamje edhe nga këtu, edhe nga ana tjetër. Edhe këtu kemi një pasyrë. Cute. Kam veshur shapkat që na dhanë nga hoteli. Plus, këtu te hoteli kemi edhe spa. Hamam duket na tha edhe pishin nga ato që janë brenda, ato të ngrohta, domethënë. Po mendojmë ta vizitojmë pastaj, mbyllet nga ora 8. Nëse arritëm tani këtu, edhe themi thjesht të ikim prap, të shkojmë diku të hamë, se ju thash po vdes për bukë. Pastaj të kthehemi në shtëpi, të bëjmë një banjë edhe të shkojmë direkt te spaja, te pishina. Unë desha të përdor edhe oxhakun këtu, që të hyj shumë në vibe, domethënë që jemi në fshat, në një ambient ftohtë edhe do ndezim oxhakun, po ka ngrohje nga toka. Domethënë ngrohet toka dhe del deri jashtë e ngrohta. Tani çka kuptuat. Unë aq dia ta shpjegoj, aq shpjegova. Kështu që nuk ka kuptim ta ndezim oxhakun. Edhe disi nuk më pëlqen kjo. Hajde ikim. Si është këmba? Jo shumë mirë. Jo shumë mirë. Sa kalon ora, situata bëhet akoma më keq. Vurem akull tani. Arritëm në restorant, në tavern, që është kjo? Restorant jo, po në tavern. Edhe kemi porositur, dolëm tani pak jashtë, morëm edhe akull nga branda. I tham gocës, unë të na vesh pak akull në një qese të lutë. Na solli goca, shpresojmë të shkojnë të gjitha mirë, realisht. Sepse unë e dija që sa kalon ora do dhemba akoma më shumë këmba. Sepse në atë moment që fillovi dhimbja ishte akoma e nxehtë këmba. Tani sa ftohet, bëhet më keq. Se më thoshe Devi, hajtë se mirë jam, mund të shkojmë edhe nesër të bëjmë ski, thosha unë ti shiko të hecësh, edhe të ngasësh makinën që të kthehemi në Athinë, se po pritë nga unë, jo, dorim këtu. Hello. Devi këtu mbrapa, te krevati po fle gjumë. Ndërkohë unë, tani, do bëjmë gati që të dalim. Tani, kuptoni ju që të doni, nuk e di që do ndodh. Fol, që ke të thuash? Kam për të thënë që do fle vetëm për 10 minuta, edhe pastaj do zgjohem edhe do dalim. Edhe unë kam frikë që kot do bëjmë gati unë tani, sepse do mundem pastaj ta zjoj edhe nuk do zjohet. Po pastaj do haj një shpull të mirë dhe do ngrihet. Shpejt. Situata ime është kjo, sepse u kthem në shtëpi në hotel, nga restoranti, nga taverna që kishim vajtur të ham. Mos fol pak. Mos fol. Do të pres diçka. Do qaj edhe do hash dru. Jo, tani suaj. Tani më ndërpreve. Dave do hash dru realisht, fol. Nuk. Jo, se doja të thoshe diçka, po tani... Thoje. E tani iku ajo. Qa iku? Qa pati drita te kjo kamera tani? U kthem në shtëpi nga taverna që kishim vajtur të ham. Ushqimi ishte i mirë, ishte sikur ma kishte gatuar mami në shtëpi. Këtë shije kishte. Domethënë, fare si restorant, po më pëlqevi ushqimi. Pastaj sa u kthem në shtëpi, bëjmë një banjë. Edhe vajtëm direkt poshtë te pishina që ju thash. Pishin. Ajo si vaski. Piri ujë ftohtë, e ngriu bëlla. Unë them pishina, Devi thot që pishin si vask ishte ajo. Edhe unë prisja diçka më, të shkojmë atje te pishina, ishte super e vogël. Edhe hym brenda te uji nuk ishte i ftohtë, ishte i vakur, po unë prisja të ishte uji i ngrohtë tani, domethënë të më ngrohte shpirtin desha,
po u ishte i vakur të tipit mbas 20 minutave dolëm se kishim ftohtë të dy. U plevitosëm me pak fjalë. Kështu që erdhëm prap lart te dhoma, bëm banjë prap se hym te pishina normale që duheshe bërë. Voj të gjitha që na mori dhe 20 euro për një orë. Po, na mori dhe 20 euro, se tha, një person në pishin kushton 10 euro, 2 persona 20. 10 euro ora. 10 euro ora. Edhe desha t'i them në atë moment që pse hoteli thot që ka spa edhe ka këto, ofron këto gjërat, edhe pastaj unë kur vi këtu duhet t'i pagoj. Që nuk ka kuptim të trurim. Ekziston të hoteli, ekziston të hotelet tjere që kanë vajtur edhe kanë spa, nuk kanë paguar që të hyte pishinë. Është tjetër gjë të paguash për gjëra ekstra, si të tipit të bëjnë masazh ose Po prap, hamam është ekstra. Mirë, hamam është ekstra. Të hyte pishina nuk është ekstra, nuk do duhesh të paguaj. Është spatje brenda. Mirë, Po, do i futu të pishinë jashtë. të lutem. Jo, mirë ke. Ti flie gjumë tani një. Jo, ke mirë, se edhe në Itali kur ishim, nuk dham lek për. E di, në Itali vajtëm në një hotel me spa këte andi, hym brenda të pishina normal, hym brenda të sauna, pa paguar asgjë. Se e ofron hoteli, do me thonë unë prandeja pagova këtë hotel, 150 euro nata, që të hyte pishina, jo të paguaj plus pishinën. Lirini këtë në anë, s'ka gjë, nuk në prishet në Terezia me këto gjërat. Vazhdojmë. Mbasi bëm banjë, ishim shtrirë, edhe po shikonim TikTok. Edhe i thash David, që do bëjmë? Do dalim, do rim në shtëpi. Të di që të bëj edhe unë. Se në tha ai që ka këtë, ai që punon këtu, në tha që mundeni të porosisni dhe të sillin në shtëpi pica ose suflaqe ose diçka të hani. I thash, do të porosisim të ham diçka këtu, të shohim ndonjë film. Më thot, jo, do dalim, po të flem, më thot, 1-2 orë. E pastaj të dalim, nga ora 11. Unë i them, po fjeta, nuk kam Terezi pastaj të dal, normalisht. Kështu që më thot, mirë, më lër mua pak të flej gjumë tani, sa ti do bësh gati, edhe pastaj më zjo. Kështu që do bëjmë gati, edhe do zjohesh pastaj. Tani bën sigur flej gjumë. Po mundohem të flej gjumë. Po mundohesh. Po tani unë do ve edhe tharsen e flokëve. Ik banjo. Jo, nuk shkoj te banjo. Jo, nuk shkoj. Po mirë, shkoj unë të flej në banjo. Shkoj, fli në banjë. Unë jam gati. E zjova Davin edhe nuk zjohet. Qa je ti? Gati. Je gati? Po ti po flej gjumë. Më thoni pak, mbas sa minutave më lejohet ti jap një shpull? Shkruani poshtë te komentet. Ta ditë pak të në për herën tjetër. Dave, gati? Po. Qo? Outfiti për sot, për në dark, pantallona të gjera të zeza, kështu që të jemi rehat, një xhaket e cila është e re, edhe mora kur vajta për shopping që ju thash dje te Bershka, edhe ishte me ulje, 12 euro, thash super, edhe ka dalë shumë në mod ky stil me stripes, me vija. Edhe më pëlqeu ngjyra, e mora. I like it, nga brenda kam veshur një bluzë të bardhë të thjesht, pallto gri të erët nga lart, të cilin më kishit pyetur nga ku e kam, edhe e kam marrë nga Pinksit, quhet brandi, do e lembrin këtu që do kërkoni. Edhe më në fund arrita e zjova Davin, u ngrit edhe tani po shkojmë mirë në farmaci që të gjejmë të marrim ndonjë ilaçe qetësues që të pi të shohim po do e le pak dhimbja nga këmbat, se akoma dhem. Edhe pastaj shkojmë të ham diçka sepse mua më haj personalisht. Edhe ty besoj. Po edhe mua. Ikim. Ja edhe outfiti i David. North Face nga lart. Të këtu ja kam vjedhur shumë herë, edhe është super ngrohtë, edhe nga poshtë xhinkset e gjëra. Oh, kopsi tu. Edhe Qa më bëmë, unë nuk isha gati. edhe xhup North Face prap nga lart. North Face janë të shtrenjta, i vërteta është, por ja vlen sepse të mbajnë super ngrohtë në të ftohtë. Wanna crush my car tonight, 'cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light. Sa u kthem në hotel, vajtëm hëngrëm diçka shpejt të thjesht. Normali që hëngra budallalliqe prap. Mora atje një club sandwich. Devi mori një pizza, të cilën e lan mes se
e vërteta është e kishim mbushur atje me djath. Të tipit ishte djath me pak brum kjo pica që hëngri Devi. Po okej, s'ka që, në rregull jemi, unë gopëm, edhe u kthem në hotel jemi të dy kështu, se jemi nisur që në orën 8 të mëngjesit, po u zgjuam nga ora 7, edhe jemi tani të kputur të dy. Edhe hapa kamerën thjesht që t'ju them që ndërkohë që po ktheheshim në shtëpi, në makinën, më vjen mua një mesazh në telefon e cila thot është emergjencë, edhe thot që po jeni në këtë qytet që jemi ne tani, nesër të dielën, domethënë, nuk duhet të dalim nga shtëpia që në mëngjes deri mbasdite, sepse thot që do ketë shumë kohë të keq. Edhe kur të vjen emergjencë, domethënë që do ndodh diçka e rëndë me kohën. Mund të bje borë, mund të bje shumë shi, mund të ndodhin këto gjërat, që nuk janë shumë të bukura, sepse ne check-outim nga hoteli e kemi në orën 11. Pastaj thoshin që do bëjmë xhiro këtu në qytet, do gjejmë diçka, do një aktivitet, merremi, po na thonë që nuk duhet të dalim nga shtëpia. Nuk e di çfarë do bëjmë. Realisht shpresoj të jetë gabim. Dikush na ka marrë mësysh. Devi sot ra ka vrarë këmbë. Nesër ka emergjencë për kon. Kush në ka marrë mësysh? Po tani problemi do jetë rrugët do janë hapur. Nuk e di. Do kthehemi. Të shikosh që të ngelemi këtu. Pora shumë borë. Të paktën do ngelemi këtu, mos ngelemi në mes të rrugës. E vërtet. Aty është problemi. E vërtet. Shpresoj të mundemi të arrim në hotel. Të mos e ketë pronontuar njëri tjetër për nesër. Pastaj realisht nuk e di çfarë do bëjmë. Po pora shumë borë, nuk do mundemi të kthehemi në Athinë. Wish us luck. Unë tani nuk mundem të mendoj për gjithë këto gjërat, se më flej gjumë. Do i mendoj nesër, në mëngjes. Kështu që shihemi nesër. Nga dita tjetër, jam veshur, jam bërë gati, prisni t'ju tregoj outfitin për sot. Jeanse të bardha, një bluzë të bardhë nga brenda, poshtë kam veshur edhe streçe të zeza të më mbajnë ngrohtë sepse do ketë ftohtë me sa kam kuptuar sot. Një pullover të gri nga lart me këtë jakën V. Do vesh edhe pallton gri që kam, me çizme të zeza që kishe edhe tje. Edhe sot u zgjuam, tani ka diell jashtë. Edhe unë prisja të zgjohem edhe të bëhet nami jashtë, se në erdhi dhe emergjenca dje që ju thash isha trembur, po është shumë mirë dita sot. Kështu që themi të shkojmë të bëjmë një xhiro tani sa arim, sepse pastaj hym te koha dhe thotë që nga ora 3 fillon edhe prishet, fillon bora. Kështu që shpresoj të arim të bëjmë ndonjë xhiro diku këtu afër edhe pastaj nga ora 3-4 besoj do nisemi edhe ne për në Athinë. Kemi mbledhur gjërat tona edhe po çojmë tani valixhet në makinë edhe do bëjmë check-outin që të shkojmë në fshat. Play it safe, keep the feelings away. Too late, now I'm falling again. My mistake was that I even stayed. Been to the back. Dhe una makine edhe unë si ju kam thënë në Karpenisi kemi ardhur edhe herë tjetër, kështu që fshatin kryesor e kishim parë. Edhe unë kërkova pak ç'a vende ka këtu të shohim, të vizitojmë. Edhe njëra që më nxori ishte kjo këtu mbrapa, që është një kalim. Është kalimi Thesi Klidi quhet. Edhe ndodhet pranë qytetit të Karpenisit. Është një pikë malore me rëndësi natyrore dhe historike, sepse lidh zona të ndryshme të maleve. Emri do të thotë pozicioni kyç, sepse kontrollon një kalim natyror mes maleve dhe ka rëndësi strategjike si lyje komunikimi. Nuk jam e sigurt çfarë do të thënë kjo. Po tani çka kuptohet edhe. Duket shumë bukur. Këtë desha të them, fantastike, edhe këtu pranë ka edhe lumi. Sa arritëm te ky fshati që quhet Fshati i Madh. Kështu e ka emrin. Duket shumë bukur edhe këtu. Ka këto rrugica të bukura me gur, me
shtëpitë këto të vjetra, edhe erdhëm ulëm te një kafe, e cila ka pamje gjithë malin, duket fantastike. Edhe erdhëm ulëm direkt sepse David i hajshe e buk, mori një pica të cilën e ka zhdukur momentalisht, nuk arrita ta bëj video. Edhe tani për në fund morëm edhe një ëmbëlsirë, të cilën na thanë që e kanë super të freskët. Mua nuk më pëlqen personalisht kjo ëmbëlsira si ëmbëlsirë, domethënë, kështu që nuk do e ha. Po David më duket do e gri.